në shtëpi mundohemi vetëm shqip me folë. E nuk në ndodhë. Edhe nëse dash në punë në dë jemi, edhe punëtorin tjetër se kena dhe ajo është gjuhës, ose anës tonë shqip. Gjerman, për mos me kuptu gjuhën, nëse që pëthojna na e krejna në gjuhën të. Po do njëherë bojmë paka shumë shaka. Për një me është një plus për neve në diaspor, kur na të dytë punojna dhe na qef normal, edhe kur punojna, edhe ka, tash në venin e punës, ka dhe firma tjera që bashkë punojnë edhe punojnë punë të veta. Edhe tash na kur punojna dhe vinë shumë Gjerman për shembull, për mos më na kuptuna që po dojna me fol mes njëri tjetrit, e kthejna me një herë ndrojna në shqip, edhe ata me atë interesin që kanë të thonë. Shumë mirë, po mja që si jetë ka e kuptaj. Kjo është dëra me dorë që s'po dërmë nga kuptu. Për mësë me të kuptu. A ka pas ndo një tradit ose ushqim Gjerman që ju ka befasu të dëve që në Kosovë nuk e kena? Tradit, kultur, në fillim e krejtë, tash me besojnë e ambientu edhe i ribo pjesë të tyre. Nga ka befasu se s'na ka pëlqyme një fjallë. Jo. Dhe më thonë ushqimet si kanë Gjerman, typikë Gjerman, s'na kanë pëlqyme një fjallë. Fakt, edhe me testuj, këna pravu, për nga kanë dokt, me thonë, o zot shiqër se se hajmë këtë ushqim na. Tash, mas koha, dhe se i ke aprovu, do një herë jem sua, po jo diçka si i kanë me thonë, wow, që nëse paskom, se tash në Gjermanimi, gjithdo ditë e ma shumë, po hapën restorane Balkane, ose restorane tonë me ushqimet Balkane. Edhe, ma përpara s'ka pas, tash edhe Gjermanë si pishon, ose shtetet tjera, dhe me thonë, kur përhojnë ushqimin tonë, për thonë, wow, dhe me një fjallë. Për atë arsye thamë na, se kena ushqimin tonë më të mirë, edhe nuk tenton me provu diçka të ta.